Në rast se historisë të demokracisë shqiptare, një kryeministër do të kërkonte të ndikonte në vendimet e një gjykate, do të ishte pjesë, le të themi, presionit mbi gjykatën, siç ju e keni këtë ndjesinë që unë nuk e kam, atëherë do të kishim rezultat krejt tjetër. Por kemi një qartësisht një ndarje të funksioneve institucionale të qeverisjes edhe të partisë që qeverisë Shqipërinë me gjykatë. Dhe prandaj ishte ai vendim i cili ishte në, le të themi, 100% në të drejtën e tyre menaxheriale, por ama në të dyja variantet, të dy qëndrimet, dhe pro dhe kundra, kërkuan që të ketë një zgjidhje për sa i përket kësaj pjese, pra që a mundet të pezullohet një funksionar i lartë. Dhe kjo dëshmoi që kërkesa e Partisë Socialiste për të bërë këtë proces, pra qartësimin përfundimtar nëse një organ i një pushteti, jo të lidhur me pushtetin administrativ, një pushteti të pavarur, do të mundet të ndikojë në këtë pushtet. Pra, raporti ndërmjet pushteteve, ose raporti ndërmjet lirisë për të funksionuar të gjithë pushtetet si të pavarur, flasim shumë për pavarësinë e pushtetit drejtësisë, po pushteti administrativ do të jetë i pacënueshëm, thash prap, në rastet e mos realizimit të një hetimi, gjykimi dhe dënimi. Pra nuk po mbrojmë siç mbronte ish kryeministri i kohës kur ne ishim në pushtet, drejtorët e dënuar me edhe për vrasje, drejtorët e dënuar edhe për korrupsion, ministrët dënuar për korrupsion, me procedurë. Merrte përsipër Sali Berisha problematika, thoshte ja mund edhe s'do jetoni 21 janarin. Merrte përsipër problematika, thoshte s'do jetoni rrugën e Kombit. E kam thënë në parlament, në fakt, po e përsëris që pastaj diferenca është shumë e madhe. Ne mund të gjykojmë, dhe ju keni të gjithë drejtën të gjykoni, bëni analizat e juaja, por kur Sali Berisha ishte në pushtet dhe Dori Sallaku kërkoi në parlament hetim për abuzimin mbi 200 milion në rrugën e Kombit, Sali Berisha shkarkoi Dori Sallakun dhe mori përsipër të gjithë vërtetarinë, tha këtu ja mund, dhe për sa vite ata ishin, nuk u hetuan dhe çështja kaloi me procedurë, nuk u bë asnjëherë asnjë hetim. Ndërkohë që sot kemi komplet situatë tjetër dhe për këtë situatë tjetër njerëzit na vlerësojnë, na gjykojnë dhe në fund fare na votojnë.